إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Falënderimi takon Allahut subhanahu wa ta'ala. Ate falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, ja pra Allahu azza wa jall na mundsoi të gjithë neve që të arrim këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Na mundsoi Allahu azza wa jall që të kalojmë ditë të ndritshme dhe net të këndshme me ibadete ndaj Allahut azza wa jall, natë pas nate dhe ditë pas dite, iftar pas iftari dhe syfyr pas syfyri, me lejen Allahut azza wa jall ne të gjithë së bashku arrim në 10-shin e fundit të këtij muaji të bekuar, 10 netët e fundit të Ramazanit, 10 netët më të mira të gjithë vitit, 10 netët më me vlerë, 10 netët më të rëndësishme, të cilat besimtari duhet të mundohen t'i shfrytëzon ato me ibadete të shumta, me ibadete të mëdhaja ndaj Allahut azza wa jall, e që fundi është më me rëndësi, fundi është i rëndësishëm, fundi të jetë sa më i mirë, fundi të jetë sa më i plot, sa më shumë ibadete ndaj Allahut azza wa jall, ashtu siç tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim, veprat shpërblehen sipas përfundimit. Fundi i Ramazanit duhet të jetë i shtuar, i angazhuar edhe më shumë me ibadetet tona ndaj Allahut azza wa jall. Andaj në këtë muaj, andaj në këto net, andaj në këto ditë, secili prej nesh ka ngelur edhe shumë pak, ka ngelur edhe ato net të mëdhaja të cilat ma nuk kthehen, ato net të mëdhaja të cilat ma nuk përsëriten, ato net të mëdhaja të cilat janë mirësi e madhe nga Allahu azza wa jall për neve, me shpërblime të shumta prej Allahut azza wa jall. Këto net, secili prej nesh duhet të mundohet të angazhohet pak më shumë, t'i lën pak anash gjërat e dunjas, t'i lën pak angazhimet e dunjas, t'i lën shumë gjëra pak anash dhe të ndalet, të përkushtohet në adhurim dhe Allahut azza wa jall. Në këto net ta shton namazin e natës, namazi i natës i cili ka vlerë dhe shpërblim të madh tek Allahu azza wa jall, ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, men qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, kush fal namaz natën në Ramazan me besim të plot, me shpresë në shpërblim, Allahu ja fal gjunahet e kaluara, e në 10-shin e fundit
vitit, edhe vetë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam shtërngohej mirë, e zgjonte familjen, e ngjallte natën me ibadet ndaj Allahut azza wa jall. Kështu vepruan sahabet, kështu vepruan muslimanët e mirë gjatë gjithë kohës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Aleikum bi qiyamil layl", ju porosis, ju këshilloj me namaz nate. Kjo ka qenë rruga e besimtarve të mirë më herët. Kjo ka qenë rruga e të gjithë atyre që kanë qenë të përkushtuar në fenë Allahut azza wa jall. Falni namaz nate, nga se namazi i natës të mbron nga gjunahet dhe gjithashtu ti pastron gjunahet tua. Përveç namazit të natës, besimtari në këto ditë të fundit dhe në këto net të fundit duhet ta shton sa më shumë leximin e Kur'anit, e si mos ta shtem atë e a bëhet fjalë në këtë muaj të bekuar, në muajin në të cilin zbriti Kur'ani. Tha Allahu azza wa jall: "Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an", muaj Ramazan, muaj në të cilin zbriti Kur'ani. Besimtari duhet të jetë lexues, mësues, praktikues i Kur'anit gjatë gjithë jetës së tij, e sidomos në Ramazan, e sidomos në 10-shin e fundit të Ramazanit. Ti përkushtohemi sa më shumë Kur'anit, fjalës së Allahut azza wa jall. Të mundohemi të ndajmë kohë, të mundohemi të veçohemi pak, të largohemi pak prej dunjas, të qëndrojmë afër me librin e Allahut azza wa jall, me faqet e Kur'anit, me leximin e Kur'anit, me gjithse të parët tanë në këtë kohë i kanë kushtuar çdo gjë Kur'anit, i kanë lënë edhe gjëra tjera kryesore të dunjas, janë përkushtuar në përgjithësi në lexim të Kur'anit, fjalës së Allahut azza wa jall. Saqë Katade gjatë gjithë vitit, në çdo 7 ditë, në çdo javë e bante hatme Kur'anin. Mirë po në Ramazan, në çdo 3 ditë e bante hatme Kur'anin, e në 10-shin e fundit për çdo ditë nga një hatme Kur'anit, fjalës Allahut azza wa jall. Ndërsa thuhet që Imam Ebu Hanife rahimahullah e bante për çdo ditë të Ramazanit nga një hatme ditën dhe nga një hatme natën. Gjithashtu është transmetuar me transmetim të vërtet se Imam Shafiu rahimahullah gjatë Ramazanit ka bë 60 hatme brenda një muaji, nga një hatme ditën dhe nga një hatme natën, dhe shembujt e të parëve të anë me Kur'anin, me fjalën e Allahut azza wa jall janë shumë, megjithse ndoshta për shumë neve janë të largëta, janë të paarritshme asnjëherë, ndoshta për disa janë edhe të palogjikshme. Mirë po këta janë ata që janë përkushtuar në leximin e fjalës së Allahut azza wa jall. Ndërsa ne ndoshta nuk jemi në atë kategori, në atë nivel, as të imanit, as të leximit, as të përkushtimit. Mirë po së paku të mundohemi, nëse jo deri në atë shkallë, së paku një hatme, 2 hatme, se cili në bazë të mundësive të ti. Mirë po të vjen dita e fundit e Ramazanit dhe ti nuk e ke lexuar Kur'anin, nuk e ke bë as edhe një hatme të vetme, atëherë kjo është një humbje e madhe e shpërblimeve të shumta të leximit të fjalës së Allahut azza wa jall. Gjithashtu në këtë muaj të bekuar është mirë që secili prej nesh ta shton sadakan sa më shumë, të mundohet të jep për hir të Allahut azza wa jall, e në raste të ndryshme, në raste të caktuara, jo vetëm të varfërve, po secilin, çdo familjar, çdo të afërm, çdo shok, çdo kan që ka mundësi njeriu e thret në iftar me niyetin e pastër për hir të Allahut azza wa jall. Tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: ai i cili e ushqen një agjërues, ai i cili i jep iftar një agjëruesi, do ta ketë shpërblimin e atij.
Ai i cili e ushqen një agjërues do ta ketë shpërblimin e atij agjëruesi që është fal, ka agjëruar, ka lexuar Kur'an, ka bë dhikr, ka bë punë të mira. Ky i cili jep iftar do ta ketë shpërblimin e atij, pa ju mangësuar atij fare. Andaj ai i cili i thret njerëzit në iftar ka shpërblime të mëdha tek Allahu Azza wa Jall. E sidomos nevojtarët, sidomos të varfërit, sidomos ata të cilët nuk kanë ushqim, ndoshta në iftar apo ndoshta në syfyr, edhe pse dikush prej neve mendon që ma nuk kemi njerëz të cilët kanë nevojë për bukë, nuk kemi njerëz që kanë nevojë për ushqim, nuk kemi ma njerëz që kanë nevojë për gjëra elementare. Njerëz sot kërkojnë gjëra luksoze, ndërsa nuk kanë nevojë për ushqime. Dijeni mirë se vetëm në sarajin ton, vetëm në këtë vend të ngushtë dhe të afërt, në Ramazanin e kaluar janë shpërndajt 10.750 bukë. I kanë marrë ato, i kanë pas nevojë ato nevojtarët e këtij vendi. Ai i cili mendon që nuk ka nevojë, ai nuk është interesuar fare, ai nuk është interesuar asnjëherë për gjendjen e të tjerëve. E ai i cili është interesuar do të sheh se njerëzit kanë nevojë edhe për bukë, edhe për gjëra elementare. E mos flasim për ata të cilët në sa raste jo që nuk bëjnë mirë, jo që nuk angazhohen të bëjnë mirë, po janë ata që së paku e thot një fjalë dhe thot edhe ata që marrin nuk kanë nevojë, mirë po marrin e shfrytëzojnë. Sa njeriu merr pa nevojë, a merr ti bukë pa nevojë? A shkon ti t'ia zgjatësh dorën dikujt për bukë? Për bukë bëhet fjalë, nuk shkon, nuk e zgjat dorën as kush për bukë, për ushqim, përveç se ai i cili ka nevojë. Mirë, po ai i cili nuk është i sprovuar, nuk e di një gjendje të tillë. Andaj në këto net ti shtojm ibadetet, në këto net ta shtojm edhe lutjen, ta shtojm duan ndaj Allahut Azza wa Jall. Ta lutim Allahun Azza wa Jall për vetët tona, për familjet tona, për fëmijët tonë, për gjendjen tonë, për rrethin tonë, për imanin tonë, për gjunahet tona. Ta lutim Allahun Azza wa Jall, sidomos në prag të iftarit dhe sidomos në kohën e syfyrit, në kohën e pjesës së tretë të natës, për të cilën tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Allahu Azza wa Jall zbret në pjesën e tretë të natës, në qiellin e dunjas dhe thot: a ka dikush i cili më lutet t'ja pranoj lutjen? A ka dikush i cili më kërkon falje t'ja fali gjunahet? A ka dikush i cili më kërkon ndonjë gjë t'ja jap atij? Allahu Azza wa Jall na thret që ne ti lutemi Allahut Azza wa Jall, ti lutemi Allahut Azza wa Jall për çdo gjë, mirë po mos të harrojmë në lutjet tona, sidomos në këto ditë të bekuara dhe në këto net të shtrejta të madhëruara. Mos t'i harrojmë vëllezërit tanë dhe motrat tona atje në ato vende të dhimbshme, atje në ato vende ku edhe në syfyr njerëzit bombardohen, ku edhe në iftar njerëzit luftohen, në ato vende ku syfyri i tyre është i përgjakur e iftari i tyre është i përlotur. Mos t'i harrojmë ata vëllezër, mos t'i harrojmë ato motra, ato nana, ato baballar, ato fëmijë, ato pleq, ato të sëmur, ata musliman në Gaza, të cilët janë duke përjetuar edhe Ramazanin, edhe këto ditë dhe këto net me dhimbje, me lot, me vështirësi të madhe nga dora armikut zullumqar. Mos i haro në momentin që i ngrit duar, lutë Allahun Azza wa Jall, mirë po në duan tënde të jetë pjesë edhe ajo pjesë e dhimbshme e gjithë ummetit islam, edhe ato motra, edhe ato nana të cilat e përjetojnë dhimbjen e fëmijëve nga 2 herë në kohën që të gjitha gratë e përjetojnë dhimbjen
dhimbjen e fëmijëve vetëm nga njëherë, ato gra, ato motra të cilët e përjetojnë dhimbjen e fëmijëve të tyre në lindjen e tyre dhe pastaj e përjetojnë dhimbjen e fëmijëve të tyre në varrosjen e tyre, ato të cilët kanë shahida pleq, shahida të ri, shahida fëmijë, shahida gra, ata të cilët edhe Ramazanin e kanë të përgjakur, ndërsa ne nga larg nuk kemi asgjë në dorë, por vetë se së paku, më së paku ta lusim Allahun Azza wa Jall, e lusim Allahun Azza wa Jall besimtarve, muslimanve, pleqve, fëmijëve, grave, gjithë atyre besimtarve të atij populli, Allahu t'ju ndihmon. Gjendjen e tyre Allahu ta lehtëson, të sëmurët e tyre Allahu t'i shëron, të plagosurit e tyre Allahu t'i shëron, të vdekurit e tyre Allahu shahid të i pranon. Lusim Allahun Azza wa Jall, Allahu agjerimin ton të ne pranon, namazin ton Allahu të ne pranon, dua tona Allahu të ne pranon, hatme tona Allahu të ne pranon, sadakat tona Allahu të ne pranon, gjithë ibadetet Allahu të ne pranon, gjunahet tona të ne fal dhe të ne pastron, nga dënimi i tij të na shpëton, në Jannatul Firdaus të na bashkon. Amin. Walhamdulillahi Rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.